E pesta, të udhëzimet e Kuranit është mos e mbytni shpirtin që e ka ndaluar Ilahi. Apo që këtu thamë Ilahi, se ato është harrama Allah. Ata bëjnë haram Allah. Është harrama Allah. E pesta, do më thonë, ne kemi rrepsisht ndalume me mbyt një shpirt të dikujt kush do të qoftë ai pa hak dhe pa të vërtet. Ne mund vetëm në vendmbrojtje të vetmbrohemi, për dhe atëhere njerëzit që janë të lidhë shumë fort me Zotin e kanë vështirë me gjujt. Luft fisabilillah, rrugën e Allahut është kur mbron rrogën e derës. Dhe gjithçka që është e jotja nga ndonjë kriminal që të futet brenda me të damtu. Në vetmbrojtje një kriminal të këtill mund ta vrasësh. Do të ishte mirë ta thirrësh policinë, por në raste të këtilla nuk ke kohë me thirr policinë, varësisht prej situatës, ke situatën nën kontroll. Do më i dhon një shans, jepja dhe lutu te Zoti për ty dhe për atë.